Kopja të në cilëve ju kje bësh për shembull mall, po hala s'ta kanë la burzhin. Ka, Kopja të po, ka. A i gjenë me bu halal burzhin? Po. Se zakonisht ata që i kanë marrë ato borxhe nuk kanë pas mundësimi, për shkaku i kushte, për çato ja bëj halal. Kom punu afër 20 vite, po me 100 euro tash pension. 120, jo 120, më fal. Ti si tregtar, tregom në atë kohë, unë më shumë sa punë vështirë më kon tregtar. Po si zakonisht, tregtia si tregtia. Me borxhe, me të vjen kesh, të vjen një mishteri, është hallëgji, duhesh me ndihmu nënën tjetër edhe vetë nuk kiku me ditë se sa fitime. Që ato janë ato ballafaqimet. A kopja të në cilëve ju kje bësh për shembull mall, po hala s'ta kanë la burzhin? Ka, Kopja të po, ka. Si tregtia pak është. Po, e tillë është tregtia. Prandaj edhe duhesh më pajtu. Tregom, për shembull, a i gjenë me bu halal burzhin? Po. Pse i gjenë? Se ato se ke qitë në rrugë. është tregtia ajo, është tregti. Se zakonisht ata që i kanë marrë ato borxhe nuk kanë pas mundësimi. Jo nga mangjemalësi ose nga diçka tjetër, po për shkaku i kushte, për çato ja bëj halal. A ka ndodhur që ta ka bu dikush valla që si kom sa ta më fal. Po. Ka raste? Po, ka pas raste edhe janë fal, normale. Edhe sot me pas mundësi fali. Cili është momenti më i vështirë që ke përdu gjatë asaj pune? Si tregtar, tregti. Momente më të vështira s'po di s'kam pas momente të vështira. Momente të mira. Ka pas momente të mira. Cili është një më i miri që kishe veçu, ose që se haran për të momenteve. S'po di çfarë. Kur ec puna mirë, ajo është momenti më i vështirë. Tash tregon me tregtinë çka ke marrë. Ne harron edhe qirarën, edhe i harron të gjitha se ec puna mirë. Ajo është kulmi. Tregon, a i gjenë se të më kthy prapë një të punë? Po ju kisha kthy. Se s'pikthej. Po jemi pensionu. Shqyqyrë kanë mërrit, mija kanë të fillu, mija edhe jam i knaqun edhe me ata edhe me pensionin, që ta shijojmë pak pensionin. Ta shijojmë pensionin, po. Sa kohë ka me punu komplet tregon? Sa vite? Ka me punu? Si zakonisht kanë nisur fëmijë punu? Po mendon për përgjithësi. Këtë puna që ke punu deri më sa? Ose sa zanati i ke pas kallëza? Po kom punu afër 20 vite. Afër 20 vite, po me 100 euro tash pension. 120, jo 120, më fal. A i meriton të 20 vjetë punë me pas 120 euro? Jo, normal që si e i knaqun, me qatë pension si e i knaqun, po duhet mu pajtu se nuk jemi të vetëmi, krejt jemi qështu. Krejt diçka që është e përgjithshme duhet me përbi. Ma se është për krejt? Po, duhet mu pajtu edhe me përbi. Rujt Zoti, respekt, kaleni mirë më sëllëni. Profe, për të mirë Rujt Zoti, kaleni mirë më sëllëni. Respekte. Gam që është gabimi më i madh një që i ki bona herë? Që s'jam konë në feje, ma herët. Gjoja ma e mirë ose gjoja që të pëlqen mas shumë të rreth fejës islam ose në fejës? Namazi, vëlla. Cila është lutja ma e shpesh që e banë? Kërkem falja, vëlla. Kishe mujt me taku profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çai kishe pyet se çka kishe thonë? A kishmi mujt me nejt para tina? S'ma merr mendja që kisha mujt me nejt. Pse? Sa vëlla si jena kërka. Gam që është gabimi më i madh një që i ki bona herë? Që s'jam konë në feje, ma herët. Sa ti fal bazak namaz. Alhamdulillah. Cila është gjoja ma e mirë ose gjoja që të pëlqen mas shumë të rreth fejës islam ose në fejës? Namazi, vëlla. Namazi, vëlla. Qysh një është kërë që të bolin se ishte të rrëm? Po, është ndjenjë tjetër, vëlla. Më konë në feje, vëlla, je ke në rregull komplet. E ki jetën që shtojnë në shina. Je ki jetën në shina. Qaja. Tregom, ta që je pishmon që si hi ma herët namaz? Po, pinë fëmi. Pinë fëmi. Që sa tash je praktiku si fejës? 3 vjetë. Tash 3 vjetë, po. Ki punet mos më nalë? S'kom bo gabime me thonë, po mu pas kom pinë fëmi gjithmonë me pos dije për fejë. Hala ma mirë. E mu pas kom në shkollë për fejë ke. Cila është lutja ma e shpesh që e banë? Kërkem falja, vëlla. Istighfari. Kërkem falja. Për çka kërkon falje ma shumë ti drego? Paj, s'po di be kena mujt me gabu diçka si fëmi, po s'po di. Që Allah është i pagabu. Qaja, s'po di për e çka gabojmë sot e gjithmonë stakfirullah, gjithmonë. Pse thuhet që xheneti është nën kom të nanës? Tregom. Se nana është në këtë botë gjithçka, vëlla. S'ka të kapru një jetë. Qaja.
kryesore. Tregom për xhenet apo ndoheq? Që po valla, që jo. Për xhenet, për veti, për këtë musliman. Për këtë musliman. Inshallah. Nëse kishe mujt me taku profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Çai kishe pyetur se çka kishe thonë? Valla, se dia kisha mujt me pas. S'kisha mujt. A kishmi mujt me najt para tina. S'ma merr menja që kisha mujt me najt. Pse? Sa valla, si jena kërka. Si popull. Si jena kërka, çato s'kisha mujt me najt. E cila është friga më e madhe që ki? Mos po më hek zoti pi rrugës, se se kena të garantum udhëzimin. Veç udhëzimin. Do thonë friga jote është Friga e jam betune pa që çaj, po. mundet Po, kryesore me çaj. Zot. Po, më nëse se kin, sot flan me udhëzim nesër qosh, Pa ta. pa ta, çaja. Cila është sprova më e madhe që ki pas në herë jetë? Sprovat moja s'kum pas, po Na i sprova. një problem shëndetësor të vogël, po elhamdulillah, mendimin e Allahut ka kalu gjithçka. Këto është. Mirë jem, tash në rregull jem. A e paragjyku në herë? Ja, s'kum pas këtë paragjykime. Si pas. Ja, në rregull. Për çka e lut Zotin më shumë ti? Se për çka kishe pas qef e lut më shumë ti? Me pas familjen shnosh, me pas rrethin shnosh, më kon mirë, me pas një jetë mirë, edhe më kon gjithmonë i udhëzu. Çaja kryesore. Çka kishe pas qef me thonë atë në të cilët nuk janë namaz. Namaz. Lutja profetit sallallahu alaihi wasallam, çështë të vdekjes, namazi. Veç namaz. Edhe që kjo namazi edhe si ta kish namazin vllati në rregull je. A e tutesh vdekjes vëlla? Jo, Si tutesh? jo. Pse si tutesh? Se di që shumë Se kimë dek valla. Po ja, po e di. Zë shpirti tash je vdekja. Çaja, kryesore. Si tutesh? Ja, A natës dvorit? e po aty po. Aty po. Pse? Po valla, llogaria valla. Llogaria valla. Është rregimi dvorit ai tutesh. Çish jo valla. Çato valla, çaja lutja është më na mbrojt Allah për natës varrit. Allahu do. Amen. Selam aleikum. Kam qef më kone astreti sa unë shumë mirë, apetën që këtë vëmendjat e one. Lazdrojnë. Po, Kish jef me të lazdru? normal, kush ka qef? Pse me pas edhe një Kur motër? rritesh martohesh i çan hallet me tar. E kam momin, e kam shoqe, e kam motër, e kam kejt. Mdojnë mu, kejt senet i bajnë për mu. Shka t'ju tham, s'ma prishin kër. Shka kom desh, valla ma kanë plotësu. Kejt, shka kom desh. Unë e zdia, e du na i njerin këtë botë që she dua min tem. Unë e dua dhe babin tem shumë, po sigur ma umen kër kërkan. Mami jam e bën, burr, ki mu mush, kështu knaqë një herë. Qysh je? Mirë, Shpo halën? mirë, Me shnet? mirë. Me dashni që ki punë? S'kam. Mas mirë, ti valla kryta. Po valla, shlirë. Shlirë. Që pse e ke provu që ozar që po të shlira? Jo, po shlirë kështu pënina, tani se di. A e ka në herë lidhe për shkak ku e ka më herë? Jo, Jo, asnjëherë. Po rana po kallzon drejt. po kallzoj drejt valla. E halla, çki djalin çai ki? Këto shok të klasës. Shok të klasës. Ti çai ki këto? Sa e mirë, sa do të famu tash, çish famu kjo spedel. Jo, vetëm e puna. Shkolla të shpejt. Mirë, super. Me hollë me. Shumë mirë. Mirë, A mirë. ki vllazën qira ose motra? Një vëlla më të vogël. Smotra ski? Jo. Sa ki posi me pas edhe një motër? Jo, valla, kam qef më kone astreti sa unë